Ne jemi krenar për dy qaste shumë të rëndësishme të historisë sonë. Njëri është më së i njohur për të gjithë shqiptarët, por jo për të gjithë miqtan, që është shpëtimi i hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, kohë në cilën Shqipëria e mbaroi luftën duke me më shumë hebrej se sa e filloi atë, dhe ku nuk ka asnjë të dhënë të njohur për një person të vetëm me identitet hebre i cili tu jetë dorëzuar nazistëve. Por një tjetër pjesë e historisë atyre viteve është ajo që ka të bëjë me ushtarët italianë që mbetën në Shqipëri kur në Shqipëri mbërritën nazistët. Ishin gati 25.000 u shpëtuan nga shqiptarët. Ndoshta do të ushqejnë në një farë mënyrë të gjithë ata që i duan fort polemikan, por më duhet të them që italianët nuk janë parë kur dhe as krahasuar si armiqt të mirëfillt. Dhe është i vërtet fakti që në kohën e kapitullimit të gjithë italianët, të gjithë ushtarët italianë u shpëtuan nga shqiptarët. Dhe historia ka një lidhje fantastike me një moment mes një babai dhe një djali. Ishte një oficer italian, ishte një oficer i lartë italian i cili humbi jetën në Shqipëri në atë kohë dhe shqiptarët e varrosën atë me ndërimet më të mëdha. Djali i tij, oficer i ushtrisë italiane, në vitin 1991, u bë personi kyç për organizimin e misionit Arcobaleno, misioni që Italia ndërmori për t'i ardhur në ndihmë Shqipërisë në një fazë vështirësie të jashtëzakonshme pas daljes së Shqipërisë nga komunizmi, por përpara se drita e lirisë dhe e demokracisë të shihej. Dhe sigurisht kjo është një faqe shumë e rëndësishme. Unë shpresoj që edhe filmi për këtë të mund të përfundojë dhe realizohet së shpejti.